Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur për aksionin opozitar të paralajmëruar në shtator, teksa u shpreh se është i gatshëm ta udhëheqë deri në fitore. Ish-kryeministri nuk përjashtoi opsionin e grevës së urisë, duke theksuar rëndësi për ne ka që shqiptarët me ndërgjegje të plotë të binden se kjo ishte një farsë, ndërsa shpreu bindjen se kjo betejë do të fitohet, ndryshe s'do e nisja. Jam i gatshëm ta udhëheq deri në fitore, me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë, tha Berisha. A është greva e urisë opsion, u pyet ai. Nuk përjashtohet asnjë variant. Rëndësi për ne ka që shqiptarët me ndërgjegje të plotë të binden se kjo ishte një farsë. Me Edi Ramën s'ka zgjedhje. Kushdo është i mirëpritur, një betejë që nuk besoj se do të fitohet, nuk do e nisja. Jam i bindur, kjo betejë do të fitohet, deklaroi Berisha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.